Moti i keq i ditëve të fundit ka shkaktuar dëme të shumta në rrjetin elektrik në Lezhë, pasojat e të cilit ende nuk janë rikuperuar plotësisht. Ndërkohë kushtet atmosferike janë përmirësuar, por rreth 30% e territorit vijon të jetë në errësirë, ndërsa situata më problematike paraqitet në zonën e Barbullojës. Banorët shprehen se mungesa e energjisë elektrike prej 3 ditësh është kthyer në një shqetësim serioz për ta, duke theksuar se nuk është hera parë që përballen me situata të ngjashme, të cilat vinë si pasojë e amortizimit të rrjetit. Dje, sot nuk kena fe drita, as na thot kush kur gjë për atë punë. Jo, asnjë informacion jo për zotin. Shqetësim ma boll se na as ujë, as san s'kena mren, sikur s'kena drita, nuk kena ujë. Sepse e marrim ujë na që na vjen nga një burim me Tubagoma. Pa drita ina ta didit. Për se po bje dritat, për shko, anhte treta ditë sot. As të luj, as në ka pitë kush pra të unë, këto nuk pitë kush. Shqetësima llogëritë e kalamajtë, fëmijët kanë njërit paralizuar të këshpeje, s'ka drita, s'ka hadre shajsan. Te mu në qesme, si kina haburimin e mu shimate. Sa herë bire shina, s'kina as të luj drite. Pa drita, pa sukur s'kena drita, s'kena suj. Prej 3 ditësh? Prej 3 ditësh, shush, vetë ditë si ka me jetë atje. I herë në kanë orë, s'na kanë orë ma. Po shush për të mërmenja, se drita pa drita s'kesha ban. Nga ana tjetër, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë bën me dije se grupet e punës ndodhen në terren, por dëmet e shkaktuara kanë qenë të shumta, duke vështirësuar identifikimin dhe riparimin e defekteve. OSHE njofton se brenda kësaj të shtune pritet të rikthehet energjia elektrike në të gjithë territorin.